Po, kemi fotografi tjetër që janë paka shumë 2-3 të ngjashme që shpjegojnë edhe se si duket guri në veshk, nëse mundet Benarti me na ndru fotografinë. Më kjo është forma e veshkës, e plot, se si është nga brenda dhe guri. Po, doktor Albert? Domoni këto ishte të e përmend sikur ju që pjesa me gur rrjedhimisht shumë një foto e mirë. Guri fillon pikërisht nga këtu, nga që tu kalikset që ne i qujmë të vogla, edhe bie në kalikset ma të mdhaja. Në kalikset të vogla, që to që ma herët e përmendëm, që ky guri mundet me bo obstruksion vetëm të polit të sipërm, po pjesa tjetër e veshkës është e shnush. Pacienti mundet mos me pas ankesa fare, por ky guri, kur i ka shaktu obstruksion polit të sipërm, në këtë rast, në bose kësoj fotës, mundet me konë si komplikim i ti infeksioni dhe rrjedhimisht ndryshimet inflamatore të veshkës. Ndërso kur guri rritet në dimensione më të mëdha, bjen prej kalikseve të vogla në kalikse të mëdha dhe prej kalikseve të mëdha mundet me rënë në pjellën që është fillimi i kanalit urinor, edhe atëherë nëse e bllokon komplet veshkën fillojnë të shoqen dhimbja dhe ankesat të komplet veshkës. Por pra nuk do me thonë që nëse një guri është i vogël se ka blloku krejt veshkën, nuk është i bodome, sepse ai bën dome, po i bën një lokacionit më të vogël brenda veshkës. E qartë, gjithsesi sa po të diagnostikohet që ka gur në veshkë, gjithmonë duhet të largohet. Duhet të bëhet zgjidhja e atij guri, sepse herët avon do të bën probleme.